E pra, miqtë e mi të programit Mirëmëngjes Shkodër. Siç edhe më herët unë anonçova në valët e radios, në studio jam së bashku me aktorin e mirënjohur Ymer Bala. Mirëmëngjes Ymer. Nadia mirë si që nje të gjitha përshëndetjet e Shkodrës po t'i dërgoj në këto momente. Faleminderit. Mirë se u gjeta të gjithëve. Përshëndes edhe dëgjuesit e shikuesit. Është një surprizë për mua kjo intervistë. Me përtet falenderoj edhe ty Merita. Pak emocione kam, sigurisht se jam shkut kaq kohë nga intervistat e nga shfaqjet e nga. Por megjithatë unë do të mundohem që të përqendrohem. Këtë nuk e kam as pak në diskutim, sepse natyrisht bashkëbisedimi me një artist të skenës, bashkëbisedimi me një njeri publik, do të thosha gjithmonë të sjell kënaqësi. Nuk do t'ju pyes se pse jeni në Shkodër, sepse në Shkodër jeni në shtëpinë tuaj. Por dëshiroj t'ju them, çfarë është Shkodra për ju? Shkodra Locja. Shkodra për mua është sinonim i nanës. Shkodra është ka të bëjë me identitetin tonë. Për Shkodrën unë u flas atyre miqve atje në Amerikë, ku jetoj tash 21 vjet. U flas me shumë mall, me shumë pasion për historinë e Shkodrës, për kulturën, për legjendat. Edhe ata emocionohen kur dëgjojnë legjendën e Kalas Rosafat për shembull. Ose kur dëgjojnë për Tring Smajlen, për Shote Galicën. Bisedoj shumë me ta. Kur i përshkruaj Shkodrën, bukuritë e Shkodrës, hymjen e Shkodrës. Unë nuk jam as poet, as piktor, por në atë moment unë bëhem edhe piktor, edhe poet, sepse është malli ai që më shtyn, që më dikton. Edhe ua përshkruaj në detaje për dy lumet tonë, për Bunën, për Drinin, për liçenin e Shkodrës, për Kalan, për Kështjellën Rozafat. E tjerë, e ata ma që më dëgjojnë, më thonë, why you came here? Pse ke ardhur këtu? Edhe është një pyetje e arsyeshme, sepse ata mrekullohen me ata bukuri që u them, mali është shumë afër, kemi detin shumë afër. Edhe një krenari që ata i pëlqejnë vendin tim, i cili më mungon shumë. Vërtet një mrekulli që Zoti na ka fal, po mrekullia më e madhe do të thosha është shpirti i Shkodranit. Shpirti i Shkodranit i cili kudo qoftë, në Amerikë, në Shqipëri, brenda dhe jashtë vendit, në qytete të ndryshme, s'ka rëndësi. Shkodrani mjafton me kënë Shkodran, edhe të jep natyrisht shumë kënaqësi. Edhe tani që ne bisedojmë së bashku, nuk duhem të tregohemi lokalist, jo, por gjithsesi ju thatë që identiteti ka shumë rëndësi. Dhe kur ke të bësh me identitetin, duhet të zbërthesh të gjitha këto cilësi, apo jo? Ashtu është, në vërtet. Megjithatë ju krahas angazhimeve të tjera natyrisht shpirtërore që keni me Shkodrën, këtë herë keni ardhur me një mision, si thua, profesional tuajin, për të promovuar një libër, për të botuar një libër. Po, unë nuk jam shkrimtar. Jeni artist. Dhe më thanë, letërar edhe mund të bëhesh me përkushtim, po shkrimtari lind, mendoj unë, është me priri, me talent kjo punë. Por unë nga malli që kam për qytetin tim, u frymëzova, edhe hodha në letër, fillova të zhgarravesh diçka për jetën time.
duke nisë jeta ime në teatr, edhe masi u largova nga teatri. Pra edhe titullin ja kam vënë me këtë qëllim, me skenën, pas skenën. Me skenën unë kam qenë i lidhun qysh në fëmini, qysh në moshën 13 vjeçare, e deri në moshën 50 vjeçare, kur u largova. Pra 30 vjet unë kam qenë i lidhun me teatrin Migjeni. Pra me mungon, sigurisht me mungon, sepse por rrethanat e mia më detyruan që unë ta braktisja. Ne ndoshta do të kalojmë edhe te kjo pikë, por gjithsesi dua të mbetem te ymeri artist. Në një rrugë mjaft të gjatë të suksesit, do thosha janë të paharrueshme rolet tuaja në teatr, por dhe në kinematografi. Rruga e artit ju ka dhënë shumë çka, aq sa mbush mbase siç po ndjej dhe unë të gjitha ditët e më pastajme, të cilat natyrisht janë aktive. Mund të më thoni kjo rrugë gjerë, kjo prurje e madhe me role të ndryshme, me aktivitete, me shfaqje, si ka qenë për ju? Sigurisht, ajo ka, si më thonë, nuk ka qenë gjithçka e shtrume, si më thonë. Ka pas, se njeriu duhet mësohet edhe me humbjet, ndonjëse si do të mund të jetonim. Natyrisht. Por në përgjithësi në karrierën time në teatr, ma pak në kinematografi, unë e kam njërë veten, kam pas kënaqësi dhe spektatori më ka dur tërkit. Kjo ka qenë për mu vlerësim i madh, e ata dur tërkitje unë i kam marrë me vete. Sot unë jam në rrethana tjera, si thash, por ata flejnë në ndërgjegjen time, në memorien time. E për këtë unë jam shumë mirënjohës spektatorit të mrekullueshëm shkodran. Siç duket, akoma në fillim të bisedës po tregoni paksa modest, sepse në galerinë tuaj të personazheve nuk mund t'i përmend të gjitha, por gjithsesi në mendjen time si spektatore e hershme e në vimësi më mbeten shumë role tuaja, po që nga djem të mbar, po që nga çështja e Blertës, po nga dramat e tjera të Fadil Krajës, shkrimtarit ton të mrekullueshëm, shkrimtarit ton të madh, dramaturgut, tek Gjarku i Arbrit, tek të gjitha dramat e mëpasme, tek shumë prezantime në koncerte, deri tek fëmijët ju keni qenë shumë aktiv në festivale. Pra është një periudhë mbushur me aktivitete, me shumë duar trokitje, e natyrisht kjo të jep natyrisht një satisfaksion të madh. Të zgjat jetën. Është një ushqim shpirtënor që nuk blihet me pare. Prandaj thash unë jam mirënjohës spektatorit, para që vite sa unë kam kontribu në këtë skemë. Përmenet mjeshtrin ton dramaturg Fadil Krajen. Kam dëshirë të them 2 fjalë për të, sepse jeta ime është e lidhur me këtë autor. Unë kam interpretu në të gjitha dramat që ka shkruar Fadil Kraja për teatrin Migjeni, pa përjashtim. Për 30 vjet, unë në të gjithë dramat që Fadili ka shkruar, unë e kam pas një rol, edhe rolet të para. Fadili më ka vlerësu, e më ka dasht qysh në rini kur futa kam në teatr, edhe ai më ka psikologjisë, edhe ashtu i heshtën më shiftet dhanat e mia aktoreske. Edhe i merte ata, edhe i konkretizonte në një personazh. Fadili, përveç se është poet, dramaturg, pedagog, Fadili është i tonën, si i themi ne shkodrant. I zgjuar, ka një intuitë jashtëzakonshme artistike dhe njerëzore. Unë jam shumë mirënjohës e jam borxhli deri ku shkon mo. Ka qenë një gjë e rrallë për ne, për gjithë brezin tim,
që lutem në dramat e tia, nën drejtimin, nën udhëheqjen artistike të regjizorëve tonë të mrekullueshëm. Kam parasysh artistin e madh që nxori kjo skenë, Serafin Fankon, një spast, po ashtu edhe Eles Kadria. Një spast edhe, sepse më mungojnë shumë, po ashtu përmendni Violeta Sekuin, me të cilën kam bashkëpunu. Pra, Brumi që sillte Fadilin në teatr, përpunohej shumë me shumë fantazi e mjeshtri nga këta që përmenda, nga këta regjizor. Në fakt, keni një karrierë mjaft të bukur, të gjatë, të suksesshme, por dita e parë kur ju e keni ndjerë veten që do të merrni rrugtimin drejt artit, a ju kujtohet, ose momentet e para, ajo rrugiste vogël që ju shpuri në rrugën e madhe të artit, ato përshëndetjet ose miratimet, qoftë edhe me kokë, qoftë edhe me buzëqeshje të interpretimeve tuaja të para, që ndikuan më pas që ju të bëhenit artist. Ju kujtohet diçka? Po më kujtohet shumë mirë, sepse unë kam pas fatin të jem të bëj shkollën 7 vjeçare në shkollën 11 janari. Të rrugica ime, atë 100 metra mas rrugicës kisha shkollën. Bile unë dëgjosha komonin kur binte. Edhe me brap shkoja në shkollë. Zilen kena pas një. Aja shkollë ka pas mësues që unë i kujtoj me respekt të madh, me thonë. Kam pas zotni të tillë me personalitet që na kanë eduku në atë kohë, si Fajk Lulin, Masar Bushatin, Lin Çorçia, sa të tjerë që Frano Gjelaj, në muzikë ka qenë Kol Gjinaj. Ajo shkollë kam pas në kursin e violinës një pedagog, një zotni që ka njohë gjithë Shkodra, e ai njifte gjithë Shkodrën, e ky ishte Zef Alimhilli. Ai na bante violin, edhe mu më pëlqente, sepse i baja mirë ato vibratot si quhen, edhe kur në kush prej nesh stononte në violin, ai merrte harkun e na binte kres, edhe thoshte, kërtoll. Momente të bukura që gjithsesi mbase ju i keni akoma të regjistruara në timbrikën e zërit. Edhe ishte në ajo shkollë, në atë shkollë, më mend kam qenë rreth 12-13 vjeç, erdhi aktoria e madhe në atë kohë, ishte jo shumë e njohur, ishte e re, por më vonë do të bëhej diva e skenës shkodrane e asaj shqiptare, e kinematografisë, Tinka Kurti. Ajo erdhi me vunjë melodrama atje në shkollë, edhe koincidoj që në atë periudhë Leç Shllaku, regjizori i madh, themeluesi i teatrit në Gjeni, ai kishte nevojë për 2 djem të ri të moshës tonë për një dramë Trëmbetierja, një autorit rus, Boris Lavreniev, ose i Salinskit, nuk jam i sigurt, Salinski. Dhe i thot Tinka, kam 2 djem aty në trupun, të sjellin unë. Isha unë edhe Rok Vuka. Mjes pas, kam në gjyka vdek. Ma vonë, ai nuk e noqë rrugën e teatrit, ishte Bojnagji, që më thonë, Almeshije, i pëlqente poezia shumë, por kishte dhëna të mira, shumë të mira, sidomos në planin komik, por rrethanat pataj nuk vazhdoi. Unë shkova në liceun artistik. Pra ju morët pjesë në këtë dramë? Mora pjesë në këtë dramë, ishte roli im i parë, roli i një fëmije, në atë dramë më mend ne këndonim edhe një duet me Tinkën, të cilin muzikën e cilit e kishte kompozuar Prangjakova. Një vajz po shkonte vetëm mes rrugës në qytet, në rrugën Liben Strause, ku të ftofti të pëlqet. Më kalu këto melodi të jashtëzakonshme. Kam kalu gati 60 vjetë në pamet në kujtesë.
Kishte motivin rus, sepse drama ishte shkruar ishte autori ishte rus në ato. Pra ky ka qenë roli ju i parë me regjizorin Lec Shlaku, me ndihmën e të madhe Stinka Kurti. Po. Edhe më pas edhe unë krenohem për këtë, kur vjen rasti që më pyesin njerëzit si e ke filluar karrierën tënde, unë krenohem me them, unë kam luajt në skenë me Tinka Kurtin qysh në moshën 13 vjeçare. Po, natyrisht krenari është, natyrisht. Edhe aja e përmend në intervistat e saj, e kam dëgjuar, për këtë unë e falenderoj. Kur tregon për jetën e saj, për karrierën e saj, unë kam pasur partner këtë edhe arrin deri në fund, deri dhe atë ymerin e vogël e përmend. Më ka krijuar emocion kur e kam dëgjuar. Se kishte shumë të pastër, se kishte shumë të përmallshme, kam vite që se kam pa, edhe u gërshëtuan të gjitha bashkë, po e përmeni, deri atë ymerin e vogël. E më pas vijuan natyrisht qartësia rrugës suaj, ashtu siç ishte siç për çdo njeri në fillim që nuk di mbase këtë zgjedh, por ja kjo trokitje në portën e artit ju bëri që të merrni një rrugë në liceun artistik, në Institutin e Arteve dhe më pas erdhët në Shkodër. Kështu ka qenë? Po, një periudhë të shkurtër kam shku në Puk. Ishte viti në 67 kam marrë, ishte periudha kur ne në shpërndan në 4 anët e famshme e letra hapur, si më thonë, edhe ne ngritëm dorën, që do vemi aty ku ka nevoja të dheu, edhe ashtu ndodhi. Unë shkova në Puk, regjizor i Shtëpisë Kulturës, por nuk qëndrova shumë, ja 6-7 muaj, sepse të gjithë trupa e Shkodrës e teatrit, me në krye Serafin Fankon, insistuan pranë institucionit, pra autoritetet në atë kohë që ishin, na e dini, na sillni atë djalin e ri atë Shkodranin, i takon teatrin. Edhe ju vazhduat pastaj. Edhe erdha pastaj, në 68-ën unë kam fillu punën në teatrin Migjelli. E quani një periudhë të bukur shumë. Ka, si thash, ka vështirësitë e veta, ka emocionet e veta. Kemi pas mjaft në atë periudhë kemi pas edhe disa privime, disa sforcime. Nuk ishim krejt të lirë, ishim pak të kontraktum, do ta themi. Por megjithatë, vlera artistike ka pas. Puna në teatr, e them me plot gojë, është bënë në mënyrë shkencore. Me disiplinë artistike, është bënë me mbështetur në një sistem shkollor të Stanislavskit, i cili është njihet në botë për sistemin e tij. Mos ka ndikuar, keni punuar edhe me regjizorin e mirënjohur Esatos? Edhe me Esatos Trovën, pasi kam punu pak, domethënë kur ishte saj u largu nga Shkodra, edhe por e përmenda këtë sistemin e Stanislavskit, sepse edhe atje në Amerikë, kur më kanë pyet me çfarë sistemit keni punu, i kam thonë Stanislavskit. Më kanë dhënë librin në anglisht, Konstantin Sergejevich Stanislavski, This is the best, ka thënë një regjizor që kam njoftë atje. Ky është më i miri, tha. E unë të ky mbështetem. Pra, e kam fjalën që është bë punë shkencore. Profesionist. Profesionale, po. Qysh në proceset e tavolinës që fillonim, qysh në analizën. Ju kujtohen ato hapat e parë, për shembull, si e keni patur ju praktikën kur keni marrë një rol, jeni djerën disi i lëkundur, i dyzuar si ta marrë këtë rol, apo jeni futur me njëherë në veshjen e këtij roli për ta realizuar më pas deri në... Ja, ka një proces. Impresioni i parë ka të bëjnë shumë për aktorin kur e lexon materialin letrar, dramaturgjik, ai ndikon shumë. Për shembull, unë kur kam lexuar ju përmendet Djemtë e Marë, më ka njit me njëherë roli i Tomorit. Më ka njit edhe... Keni kënduar edhe atje me Justina Ali në këngën Lule Bar. Një përshtatje. Është një variacion i kësaj këngë. Vile, për kuriozitet, tekstin e asaj këngë e kam bërë unë. Ashtu? Po, i mora Leja Violetës, kam dëshirë me bërë diçka, kurse muzikën e ka bërë i famshmi muzikanti i talentuar, ish miku im Nies Past, Xhavitu Ikani. Edhe ajo këngë u pëlqi shumë në atë kohë nga rinia
sepse ajo kishte ndërtuar me një ritëm, kishte vut pak Po, ritëm. ka moderuar Ka moderuar, në variacionin e këngës. motivi ishte i njëjtë, edhe ne knonim me Justin në duet, e u pëlqente shumë. Na aq sa arrin kur delim turne, vinin vajza e djem të ri marr pas skenës, a do të knoni prapë në një këngë tjetër? Shumë bukur. Ja pra se teatri në një farë mënyrë është sintezë i artit. Përfshihen aty brenda shumë mjeshtri, do të thosha, por që të kesh zë, të këndosh, madje do të thosha që kjo është edhe në historinë më pas me tuajën. Ju keni luajtur në shumë filma. Ndoshta jo aq shumë në numër sa në drama, në teatr, por keni pasur edhe role të spikatura. Për shembull Lum Drite. Unë kur e shoh atë film vërtet emocionohem për rolin e mësuesit, për atë ndjesi të bukur që natyrisht përçohet nëpërmjet artit, por që ju e keni interpretuar mjeshtrisht. Po, ka qenë film modest, por interesant. Njerëzit e kanë vlerësu, në atë periudhë e kanë vlerësu, sepse e unë ju referova, kur më dhanë atë rol, ju referova pikërisht atyre mësuesve të mi të feminisë. Prej atyre unë mora si më thënë, atë, se si do të realizohet figurë. Ju referova kujtesës sime, emocionale, si komunikonin ata mjeshtra, ata mësues me ne, ashtu unë përpoqa të komunikoj edhe unë me Adushin. Adushi, po, i luajtur nga Ilir Qelia, keni patur partneren në rol Zana Dema. Zana Dema ka qenë nga Lesha. Dhe kanë qenë edhe një Pinka Kurti, një kast aktor. Edhe regjisor ka qenë djali, ka koincident, djali i dajës tim, i njeri Ismail Zhabjaku. Ne të dy bashkë, si me thanë, kemi punu, sepse edhe lidhja ishte e afërt, unë e kisha në kam të vllajt tim të madh, edhe ai ma vlerëson të punën, edhe ishte në krijimet e këtija të para, e kishte nevojë edhe për një farë inkurajimi, një farë mbështetje. Pra, ju në një farë mënyrë e pas keni një gen artistikë në rrethin tuaj familjar? Po, si nga nana, si nga baba. Po mund të Unë nga zbulon baba diçka? jam, po, unë mund të përmend, për shembull të shtion, duhet me përmend më parë vijën e Gjakut, se unë jam Bala. Po. Këtë përmend më parë. Profesor Bebi Bale. Doktor, të famshëm doktor Muhammed Bala, i infektivit, si ka qenë, i cili nuk ka qenë vetëm mjek. Unë kam pas rastin ta njoh e të rri afër, më ka dashur shumë kur isha i ri. Ai na lonte biçikletën, kërcente nga biçikleta në rrugë, që ka qenë shumë impulsiv si natyrë, kërcente edhe aty në rrugë bisedonim për kinematografinë, për teatrin, për letërsinë. Ai dinte më shumë se unë, që kisha marrë shkollë profesionale, dinte më shumë se unë historinë e kinematografisë botnore. Natyrisht Shkodra është qenë pasur me histori të personalitet. tillë njerëzish të interesuar dhe amator të mrekullueshëm. Por edhe i biri, edhe djali i tij është. Trashëgimtari i tij, edhe kur flet më kujton teatrin. Ilir Bala, ai është merret me veterinari, por ai është artist në shpirt, edhe është shkruan, është një letrar i aftë, është i gjithëanshëm. Ferit Bala, profesor Ferit Bala. Profesor i kantos. I kantos, sa breza, sa kantare kanë dalë për durve të tij. Edhe Allah sot, ai është aktiv, bën një jetë intelektuale, boton libra. Është një studiues i vokalit. Po kështu më të rit. Profesor Adem Bala në fushën e mësuesisë. Po si, edhe i letërsisë. Edhe në letërsi. Adnan Bala, këngëtari. Pra janë shumë sa Agran Bala, një shpas djali një gazetar i talentuar. Gazetar shumë i talentuar, që iku pa pritmas. Pra, kjo është ndërsa nga Zhabjakt, që janë dajet e mi. Aja shpi unë kam shkruar edhe në këtë libër. Tim i kam lanë një vend të posaçëm, një vend sepse ajo familje ka qenë për atë kohë
për ato ka qenë shumë e emancipume. Po. Ka qenë atje në atë shtëpi këndohej medajre, këndohej pothuajse çdo ditë kënga popullore shkodrane, por kënga popullore e mirëfillt, jo e bastardhuar shkodrane. Absolutisht po. Atje unë I kam trashëguar këngë ashtu siç kanë qenë, qysh në origjinë. Atje unë kam pas rastin me njoft nga afër Hasan Prezën, I cili ishte I lidhur me dajet e mi, sepse motra e tij ishte nusja e dajës tim. Pra ai ishte bile e ka shkruar edhe Isali Bali, miku ishte drejtori jem në kujtimet e në një libër, se si që nga kriju një këngë për Hasan Prezës, a e din pse po këndojmë. I knohet nuk a e din pse po këndojmë. Është një këngë dasme. Që knohet këngë dasme, në të gjitha, po thuajse në gjitha dasmet të Shkodranit. Isaja, pas ka lumtur e ka zbuluar që kjo këngë fillimisht i është dedikuar nanës time, kur është bën nuse. Na motra e Hasan Prezës, pra kunata I ka thënë para se me dal nusja për shpirt, Hasan, po ti bën një këngë hasijes, që të një këngë që më thonë, edhe ai ka improvizuar këtë këngë. A e din pse po këndojmë hasia e jone, a e din pse... Po na jepni shumë informacione. Më kjo këngë është nuk, a e din pse po këndojmë merita jone. Ose nusja jone. Por kjo është zanafillin e ka tek nana jene. E unë jam pas emocionu kur e kam lexuar, e kam falendëruar Isan, se nuk e kam ditë këtë fakt. Pra, Zhabjak përmenda Malon, I biri I tij sot është në Amerikë, është një bariton me një karrierë në rritje në New York. Pra, është ajo që thotë ju geni. Dhe motra juaj më faret, një artiste mësuese me një shpirt I jashtëzakonshëm, një grua që sa e she nuk e si të mos e respektosh, qoftë në marrëdhënien me të, qoftë në paraqitjen, qoftë në të gjitha tecuritë të jetës së saj si arsimtare. Atë e kam pas kritikën time personale. Ajo kur nuk ma ka bërë të bardhë. Kur shifte premierat, kur shkoja në shtëpi, mirë, për këtë moment ka kenë tamam kritike. Dhe ju e keni respektuar në fjalën e saj. Po, edhe pse ishte 8 vjet më e vogël se unë. Jo se kishte personalitet. Natyrisht. Ymer pra përmendet një habitat të gjerë në të cilën ju jeni gatuar, do thosha, por nanën, babën të nderuar, ndjes paqin. Por familja juaj e vogël e që më pas rritet dhe vazhdon të rritet me djemt, nuset, fëmijët, ka nisur me shpresën një çift simpatik, I cili natyrisht ka tërhequr vëmendje edhe në qytet, jo vetëm për paraqitjen, por edhe për të gjitha vlerat që ju keni treguar. Natyrisht kjo familje ka ushqyer pasionin tuaj. Mund të më tregoni diçka? Unë kam pas shfat që kam njoft shpresën. Bashortën tuaj. Bashortën time, sepse ajo jo sa është gryja ime, po ka sakrifikuar shumë, është meritë e saj që djemtë tonë kanë arritur sot aty ku janë. Sepse unë rrallë kam qenë në shtëpi, kam qëndruar në shtëpi. Edhe ashtë marrë me edukimin e tyre që është në moshë të vogël, unë vetëm sa jam knaq me ta, kur vija në shtëpi, vetëm sa kam lujt me ta, kam ba lojna me ta, po të tjera ti ka përballu të gjitha aja. Shpresa me profesion inxhiniere, kimis edhe kishte, pra ka pas ngarkesë, si në punë, si në shtëpi, por ngarkesën më të madhe ka pas e ka një mungesën time. Domethënë në atë kohë kur njerëzit që delshin në xhiro me pas xhiron tradicionale, e mrekullueshme në Shkodrës. Ajo I thosha kam çfaqe, ose do të ikim turne, ose do të shkojmë në fshatra, shpesh e kam lënë vetëm, por jam mundu pastaj me aban shefin kur kishim pushime. Çdo vjet, çdo verë, me sakrificat të mëdha,
unë kam shetit në tonë Shqipërinë, të fillu për i Velipojs, Durrës, Saran, Pogradec, Tejka Razma, çdo vjet unë kam kursy, të dy kemi kursy diçka për hatët fëmijëve. Në ato rrethana që ishin. Për kohën nuk është pak që të bësh turne të tilla ose të realizosh për çdo vit nga një udhtim qoftë. Po, shkumja në Velipoj, për shembull, në ato ishte një një torturë e vërtet për familjet bashkëbashkëtarët e mi e majnë me atë periudhë, më ngarku me plaçka, me rraqe, si thonë, me shku, e ku me përfunu në për çadrat e famshme atje ushtarake. Ashtu e kemi dashur atë kohë, e kemi jetuar, e kemi dashur, po është, si me thonë, kemi qenë të ri, ndoshta edhe me rini kalohet gjithçka. Por streset, ata na kanë stresu, na kanë lanë stres. E unë i kam përshkruar edhe në librin tim. Natyrisht kohët kanë ndryshuar e natyrisht me rrjedhën e viteve ju keni marrë rrugën drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fakt në tokën e premtuar si ndjeheni? Unë as në anër nuk e kam pa që do të largohesh nga vendi. Të them drejtën. Sidomos aq larg sa është Amerika. Shumë kam anëru dikur në atë kohë kur ishte edhe vështirë me anëru, nuk guxoj as me anëru, kisha qef me shku deri në Itali. Me që kisha mësu gjatë rinisë edhe gjuhën italiane, me që kisha atje një daj timin që kishte mërgu, që ishte në vitin 38, e kishte kriju familjen e tij, me mante uzdaja, si i thonë, se një ditë do të shifem me te. Prandaj i vuna vetes detyrë të mësoj italishën që të komunikoj me djemtë e dajs, edhe me nusën e dajs, të cilët nuk flisnin shqip. Por kjo anër nuk u realizu, nuk u pash. Por se do të shkoj në Amerikë, pas se kisha menu, ishte një koincidencë, një rastësi, që ne aplikum për atë lotarinë amerikane, në vitin e dytë saj që filloi aplikimi, kishte shku brezë i parë, edhe fitoj shpresa, i ra asaj. Edhe unë me humor i tham shpresës, apo merr. Nga herë i tham, 2 herë ke pas fat në jetën tënde, tham unë. Pse të? Kush është e para që je martu me mua? Kjo është fat i madh, e dyta që të para lotaria me shku në Amerikë. Po, natyrisht, njeriu duhet të shfrytëzoj këtë mundësi. Edhe fati është mbret, siç thotë. Por me shumë vështirësi, as dinim gjuhën, as kishim pare me vete, kam shku me minimumin e pareve, por më kanë ndihmuar shumë miq, që unë sot i kam miq, e ne me ta mblidhe me jetoj, rri atje shqiptar. Në cilin qytet jeni? Unë jetoj në St. Louis. St. Louis është një qytet i vjetër i Amerikës, aq i vjetër sa në atë kohë kur është krijuar ai qytet, New Yorku ishte fshat. Pra i takon shekullit 18. Është brinj i Mississipit, famshëm, brinj i Mississipit, që e përmend edhe Mjeda në një poezi, atje ku kalon Mississippi, thotë. Atje është në Amerikën Qendrore, shteti është Missouri, St. Louis. Nuk është qytet si Chicagoja, apo New Yorku, apo Boston, është relativisht më i qetë, më i vogël, por ne jemi ambientuar dhe qëndrojmë atje tash 21 vjet. Dua t'ju pyes për djemtë tuaj, sepse gjenerata natyrisht përçon vlerat e familjes, si janë komportuar me jetën? Djemtë e mi u ngranun më shpejt se na në komunikim, mësuan gjuhën shumë shpejt. Kurse unë edhe shpresa e patëm vështirë, kaluan 4 vjet, gati 5 vjet, unë kisha frikë nga profesioni që kam pas, nuk pronuncohesha sepse kisha frikë se po gaboj. E unë isha mësu në zanatin tim, gjanat me thanë sakt, mirë po, kjo shërbej për mua si një periudhë akumulimit, e ma në fund, kurse shpresa filloj me komuniku ma shpejt se unë, edhe kur më pyti një mik atje në punë, sa
kush e flet më mirë anglishin? Ti apo gruaja jote? Unë i thash gruaja. Edhe a din pse i thash? Jo, sepse gratë flasin më shumë se burrat. Gjithsesi, unë besoj se shpirti i artistit, pavarësisht nga pozicioni që merr njeriu në jetë apo rrugë që të çojnë në një destinacion apo në një tjetër, shpirti i artistit, siç po sheh, jeton shumë brenda teje. Po, por unë atje nuk bëhet fjalë për unë nuk kam jetë artistike në kuptimin e sepse siç thash, gjuha aktori nuk ka instrument tjetër, me gjuhën komunikon. Natyrisht. Edhe më kanë bërë thirrje atë në disa komunitete, ka disa trupa amatore, se atë teatrin e kanë shumë zhvilluar, edhe më kanë bërë thirrje, por unë nuk kam në gjendje të përgjigjem sepse unë punoj, jam punëtor, du me siguru jetesën atje, atje pa punë nuk mund. Puna është një mrekulli, do të thosha. Po, por unë si shpresa, për këtë sakrificë, ne kemi bërë një sakrificë, mendoj, është një ndryshim 180 gradë, me lanë profesionet, pa përmend të afërmit e vendin atë dhe, por thjesht për mua edhe për atë ka qenë një kthesë e madhe, por ja vleti bara qiran, kur shohim se fëmijët që janë ingranuar atje, që kanë ecë, janë shkollu, kanë krijuar familje? Kanë kriju familje, kena 2 nuse shkodrane. Ashtu? Të dyja shkodrane i kena, pasi dhe familje shumë të mira Shkodrës, prind të cilëve unë për koincidencë kam njoftë edhe para se ti kisha. Diçka e bukur. Edhe jemi shumë të jemi bën gjysha. Po me jetë ti paçi. Jemi bën gjysha. Pak me vonesë, më thon, por jo, se tash kena djalin. Ngavnyse. Kena një djalë, ja kam bën emrin Arbion, gjyshi e ka sugjeruar këtë emrin, edhe Jonidës, nusës le artit, i ka pëlqyer dhe keni ra dakord, djalit ketë këtë emrin, Arbion. Arbion Bala dhe keni një nip tjetër? Jo, ky është i pari. Ky është i pari. Le të vazhdo për ta rritur dinastin Bala. E kemi vënë detyra, shpirt, ditmarrit, aty dytit, tashti, ja. Me shëndet e me jetë. Faleminderit. Ecëm paksa në vite duke përmendur disa nga personazhet ose aktorët dhe faktorët që kanë ndikuar tek ju, dhe vim te ky libër, te ky botim, parathënien e të cilit, siç më keni thënë, e ka përgatitur shkrimtari Xhahid Bushati. Po, edhe jam shumë mirë njohës. Më ka majt taksa me hatër, megjithatë s'ka gjë se. Jo, unë mendoj se shikon me objektivitet dhe me dashamirësi. Ymer, me sa jam i informuar, ju po realizoni edhe një CD me disa nga interpretime të fjalës artistike, sepse ju keni qenë, ne nuk e përmendëm, por ju keni qenë edhe interpretues shumë i mirë i fjalës artistike në recitime të shumta. Keni zgjedhur autor të traditës në interpretimet tuaja që përmblidhen në këtë CD që shoqëron botimin? Unë kam bërë një montazh poetik, kryesisht që i referohet aty në autorëve poetëve që kanë shkruar për atë dhënë. Pra edhe kështu e kam titulluar Malli për atë dhe. Po. E nisi me Seremben, me Naim Vejprashin, me Pishtën, me Pashkovasën, me Gjenin, një montazh të shkurt, që më thënë modest, sepse unë jam shkurt, si shtash, Ju zbuloj diçka, sepse atje ku ju regjistroni dhe mjeshtri ynë, inxhinier Paçalim Hilli, siç ne bisedojmë mes kolegësh dhe që po realizon, më tha jam mahnitur dhe jam emocionuar nga interpretimi i Ymerit. Unë besoj se dhe dëgjuesi që na ndjekin në këto momente dëshirojnë që të ndjekin diçka nga interpretimet tuaja. Mund të zgjedhësh cilën do poezi, por do të dëshiroja që në këto momente të tingëllonte interpretimi i aktorit të mirënjohur Ymer Bala. Po mirë, po provoj diçka një gjatë vogël, sa me unë filloj me një këngë, me një refren të shkurtër nga
Arbëria. Moj e bukura, more, si të lash e mës të pash, si të lash, si të lash, si të lash e mës të pash, si të lash, si të lash, si të lash e mës të pash. Arbëria matan detit na kujton se ne të huaj jemi të ky dhe. O, sa motë shkuan, por zemra nuk harron që ne Osmanet na lan pa me më dhe. O, lan të mire, larg nga ti po shkoj, o toka ime e hidhur, e hidhura, e bukura, e hidhura, e bukura. Edhe sikur të thoja kaq e kaq herë, të dua, të dua, të dua arbëri, sa kokrizat janë në det. Prap, nuk do të thoja sa mirë të dua, edhe sikur të thoja kaq e kaq herë, të dua, të dua, të dua arbëri, sa janë hyjzit në qiell. Prap, nuk do të shpreja gjithë mallin që kam në shpirt, sepse unë jetoj veç për ty, vetëm për ty unë mendoj e këndoj, o e bukura arbëri. Kaç. Emocione të pafundme që do të thosha në këtë momente besoj se bashkohem edhe me dëgjuesit që na ndjekin dhe me ata që na ndjekin nëpërmjet rrjetit të Facebookut, që po shoh që janë të shumt. Na dhuruat në këtë momente Ymer, dhe ky interpretim natyrisht të ngjeth fëmisht në interpretimin e vokalit, do thosha me potencën, por edhe me ngrohtësinë si të Luciana Trajolit, nuk e di, nuk kanë thënë, por tek ajo fjalë me plot pesh që të jep gjithmonë atë ndjesinë e Ymer Balës në skenë, të ato duar trokitjeve të nxehta që shoqërojnë interpretimin e të asaj të atij mendimi që Ymer Bala është në ditën më të mirë si aktor. Nuk e di nëse do qëndrosh gjatë, besoj se skena e teatrit Migjeni do të të ftoj në ndonjë premierë, në ndonjë koncert, ku di unë. Ndoshta kanë mundësi regjisorët të shfrytëzojnë qëndrimin tuaj këtu. Unë për momentin vërtet ndihem e emocionuar dhe me gjithë këtë rrugtim që ne u përpoqëm të bëjmë, pa pretenduar se keni rrokur të gjithë esurin tuaj. Duhet t'ju falenderoj edhe t'ju mirënjohës për artin tuaj. Na keni dhënë shumë ndjesi të bukura. Kemi përjetuar si spektator, si ardashës, si shikues përçimin e një arti të mrekullueshëm që fatmirësisht është po aq i freskët tek Ymer Bala, tek ky personalitet i artit shqiptar. Ymer, të falenderoj. Të falenderoj së tepërmi dhe të uroj suksese në promovimin e librit tuaj që titullohet edhe një herë Me skenën, pas skenën. Unë besoj se ajo skenë e vogël e shpirti qëndron gjithmonë e hapur tek Ymer Bala. Do të uroj shëndet e jetë, siç themin në Shkodër, dhe mbarësi në familjen tënde. Faleminderit, unë kam dëshirë me të falenderu sepse me ty më lidhin shumë kujtime. Kur unë isha në teatr,
Ne kam pas shumë aktivitet në radio. Ti ke qenë edhe ke mbet një figurë e rëndësishme e këtij institucionit. E më mba qefi shumë e të uroj që zani jëtë të ndëgjohet sa më shumë e sa më... Faleminderit Ymer, por ke një përshëndetje të veçantë personale nga mama ime, Zysa imja, që e keni frekuentuar kur keni shkuar tek dajat kopshtin aty dhe ajo ju kujton tha mi bën shumë të fala Ymerit, e përqafoj. Unë i mardorën, faleminderit shumë. Faleminderit, ishte një kënaqësi besoj për të gjithë. Shëndet e jetë të gjatë, të lumtur, me familjen tënde, me dashamirësit tuaj dhe shko ardhsh për gjithë mot, siç themi në Shkodër, në Shkodrën tonë të dashur. Faleminderit. Faleminderit.